Ata që shkonin. Kryeministri Rama ka sfiduar kushtet shtesë të Brukselit, të cilat u përfshin në raportin e ndryshuar të IBAR për Shqipërinë, teksa në raport Bashkimi Evropian kërkon marrjen e masave të menjëhershme ndaj rrjetit të patronazhistëve. Kryeministri Rama ka shpërfillur krejtësisht të kërkesë, duke deklaruar se çmonte më së shumti pikërisht punën e patronazhistëve. Deklarata u bën në një aktivitet në Tiranë me rastin e 35 vjetorit të ndryshimit të emrit të Partisë së Punës në Parti Socialiste. Nga agramozi, unë dua të kaloj tek ata që askush si përmendi se të gjithë thonë socialistët kështu në tërësi, por që janë arsyeja bazë e të gjitha sukseseve tona elektorale, që janë patronazhistët e Partisë Socialiste. Unë e çmoj punën e të gjithëve, por mbi të gjitha çmoj punën e patronazhistëve. Rama arriti deri aty sa të krahasonte kontributin e Partisë Socialiste për çështjen kombëtare me atë të rilindasve, por si zakonisht, deklaratave të tij nuk kishte si të mos u mungonte edhe banaliteti. Qeveritë e Partisë Socialiste janë akuzuar shpesh për tradhti. Dhe kulmi i akuzës për tradhti ka qenë tradhtia ndaj kauzës kombëtare, çështjes kombëtare. Nëse rilindasit tanë janë në krye të asaj arkive, duhet ta dini shumë mirë të gjithë që kush është socialist ka 1001 arsye për thënë të dhjefsha partinë, por ka një arsye të madhe për qenë krenar, sepse në atë listë është Partia Socialiste e Shqipërisë. Gjatë fjalës së Ramës nuk munguan as deklaratat në stilin e liderëve autokratë, të cilët e paraqesin veten si njerëz me aftësi mbi normalen. Ditën që këta do më lodhin mua, unë s'jam më këtu. Këta s'më lodhin do të mua akoma, se unë zgjohem përpara gjithë këtyre dhe fle mbrapa gjithë këtyre, se për këtë më kanë vënë në krye.